Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Persona që pinë qumësht çdo ditë duhet ta dëgjojnë këtë lajm urgjent. Për vite është thënë se qumshti është një burim shumë i madh i kalciumit dhe të ndihmoj kockat tona dhe që të kemi dhëmbë më të fortë. Megjithatë, ka një numër të studimeve që vërtetojnë se qumshti në fakt është i keq për shëndetin tuaj. Një studim në vitin 2014 prej më shumë se 61.000 gra që kishin konsumuar qumësht kishin një rrezik më të lartë të thyrjes së eshtrave. Gratë mes moshës 26 deri në 46, të cilat konsumojnë qumësht kanë më shumë gjasa që të kenë sëmundje të gjirit sipas një studimi të bazuar në 4.312 raste. Këto efekte të tjera që shkakton pirja e qumshtit janë fryrje, diarre, stomak të fryrë, dhimbje stomaku dhe ndjesia sikur jeni i sëmurë. Mbase ju nuk e dini, por qumshti mund të jetë arsyeja kryesore e problemeve tuaja shëndetësore. Për ta kuptuar këtë, këto janë sinjale që jep trupi duke ju treguar se edhe të ndaloni së piri qumësht. Ndiheni të lodhur shumicën e kohës. Qumshti përmban molekula opiumi, gjë që ju bën juve të ndiheni përgjumësh. Nga ana tjetër, nga ana shkencore, nuk do të thotë se ju ndihmon të flini më mirë. Meqense qumshti është i vështirë për të tretur, ai lodh trupin tuaj duke ju përpjekur që të prodhojë energji, gjë që prish ciklin tuaj të gjumit. Për të fjetur mirë mundet që të provoni edhe të hani fruta dhe perime të pasura me triptofan, si për shembull brokoli, patate të ëmbla, banane ose edhe moll. Ju shfaqen puçra. Gjithashtu duhet të keni parasysh se disa studime tregojnë se qumshti i skremuar rrit acarimin e puçrave tek adoleshentët dhe tek të rinj. Sipas hulumtimeve të tjera, nën produktet e qumshtit gjithashtu munden që të jenë fajtor për këtë problem, duke pasur një ndikim në hormone si për shembull insulina. Qumshti me pak yndyrë mundet që të ndikojë negativisht në shëndetin e lëkurës tuaj. Dhe nuk keni tretje të qetë. Një studim sugjeron se 65 deri në 70% e popullsisë vuan nga sasitë e larta të intolerancës ndaj laktozës. Edhe nëse qumshti i njeriut ka një sasi më të lartë të laktozës në mënyrë krahasuese, qumshti i lopës është më i vështirë për t'u tretur. Fryrje barku. Gjithashtu, në qoftë se keni dhimbje barku, të përzira, gazra dhe diarre, janë shenja që ju menjëherë duhet të hiqni dorë nga qumshti. Keni dhimbje të cilat vijnë nga askund. Duke qenë se qumshti është shumë acid, ai shkakton inflamacion, i cili dëmton kyçet dhe muskujt tanë. Nëse po ushtroheni dhe keni vështirësi të rikuperoheni nga muskujt e lënduar, provoni që të ulni konsumin e qumshtit. Përjetoni mjegull të trurit. Mjegulla e trurit nuk është një sëmundje, por simptom. Kjo gjendje shkakton probleme me kujtesën, pamundësi në përqendrim dhe paqartësi mendore. Mund të ketë shumë arsye të tjera të mjegullës së trurit, por pirja e qumshtit është gjithashtu shkak. Shumë studime sugjerojnë se ulja e konsumit të qumshtit mundet gjithashtu që të ndihmojë edhe në luftën kundër depresionit. Ju gjithashtu mundet që të keni alergji dhe probleme të tjera me lëkurën. Për shkak të simptomave të ngjashme të hershme, si për shembull kapslloku, diarreja dhe gjithashtu dhimbjet e barkut, nga alergji e qumshtit mundet që të ngatërohet me intolerancën ndaj laktozës, ndërsa 5% e fëmijëve kanë alergji nga qumshti mund të zhvillojnë këtë problem dhe më vonë, ndërsa rriten. Ekzema gjithashtu mundet të shkaktohet nga qumshti,
Provoni që të hiqni dorë nga qumshti dhe do të shikoni se gjendja juaj do të përmirësohet ndjeshëm. Kolesteroli i lartë. Kolesteroli në qarkullimin e gjakut vjen direkt nga dieta juaj. 100 ml qumësht të lope përmban 10 mg kolesterol, sipas USDA, gjë që e bën të rrezikshme marrjen në sasi të mëdha në baza ditore. Kockat tuaja janë më delikate. Kalciumi është thelbësor për zhvillimin dhe shëndetin e kockave, veçanërisht gjatë fëmijërisë. Sidoqoftë, të gjitha produktet e qumshtit ose proteinat shtazore në përgjithësi janë acide, gjë e cila ul marrjen e kalciumit. Një studim gjithashtu thotë që gratë të cilat pinë 3 ose më shumë gota qumësht në ditë kanë rrezik më të lartë të frakturave. Trupi juaj është më rezistent. Këtu nuk është problemi me qumshtin, por me antibiotikët të cilët u jepen lopëve mund të ndikojnë indirekt në shëndetin tuaj, thot një studim. Nga njëra anë, ilaçi është jetik për shëndetin e kafshëve, por nga ana tjetër, ajo gjithashtu shkakton edhe zhvillimin e baktereve rezistente ndaj mikrobeve, ndërsa probiotikët janë aleati ynë, bakteret janë krejtësisht e kundërta. Për të kapërcyer sa më shpejt një sëmundje, mundoni të shmangni pirjen e qumshtit. Mirë, po çfarë ndodh në trupin tuaj nëse pa dashje pini qumësht pas skadencës? Kur bëhet fjalë për konsumimin e qumshtit, data e vendosur në kartonin apo shishën e produktit mund të mos jetë dhe aq e rëndësishme sa freskia. Data që gjeni të stampuar nënkupton datën brenda së cilës qumshti duhet fshitur nga tregtarët dhe në shumë raste produkti brenda zgjat edhe më shumë. Gjithsesi, nëse qumshti nuk ruhet në kushtet ideale nga tregtarët, shanset janë që ai të prishet dhe të thartohet. Bakteret të cilat gjenden në qumësht. Shumica e baktereve të cilat gjenden tek qumshti eliminohen nga nxehtësia gjatë procesit të pasterizimit. Është e mundur që qumshti të kontaminohet edhe pasi është pasterizuar, pasi disa lloje bakteresh munden që të mbijetojnë procesit. Jo vetëm ajo, por ato edhe mund të shumohen në temperatura të ulta. Pra, ruajtja në frigorifer mund t'i ngadalsoj, por jo t'i parandaloj. Jo vetëm ajo, por mundet që të shumohen edhe në temperatura të ulta. Pra, ruajtja në frigorifer mundet që t'i ngadalsoj, por jo t'i ndaloj. Këto baktere termodorike janë shkaktarët e thartimit të qumshtit pas ditës së skadencës. Gjithashtu, mund edhe të ndodhë helmimi nga ushqimi. Në qoftë se ju konsumoni qumësht pas datës së skadencës, edhe pse qumshti ju duket i mirë, rrezikoni që të helmoheni nga bakteret e dëmshme. Rastet e helmimit mund të jenë aq të lehta sa që ju nuk do ta kuptoni dhe të mendoni se është thjesht një shqetësim i stomakut, por në raste të tjera në varësi të baktereve termodorike, helmimi mund të jetë i rëndë. Simptomat më të shpeshta janë gërgje të stomakut, të përzjera, diarre ose temperaturë të lartë. Gjithashtu, këto simptoma munden që të zgjasin edhe nga disa orë deri në disa ditë, ndërkohë që simptomat shfaqen direkt pas konsumimit të qumshtit. Qumësht i thartuar. Fatmirësisht është shumë e lehtë që të dallosh nëse qumshti është prishur. Me një nuhatje dhe ju do të kuptoni nëse diçka nuk shkon. Një tjetër është dhënë është dendësia e qumshtit kur ai është i prishur, dallohet fare lehtë pasi është më i trashë se zakonisht. Nëse nuk jeni të sigurt nëse qumshti është i prishur apo jo, mos e provoni, thjesht hidheni. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!